Një prej kryeministrave të njohura të një prej vendeve të rëndësishme në lindjen e mesme, diku midis viteve 1969-1974, ndërsa fliste se si të ndërtojmë shtetin, citon: "Nëse doni të ndërtoni një vend ku do të kthehen djemt dhe vajzat e tij, nëse doni të ndërtoni një vend që njerëzit do të largohen vetëm gjatë sezonit festave, ku nuk do të ketë frikë për të ardhmen, atëherë duhet të bëni vetëm 3 hapa. Barazoni korrupsionin me tradhtinë ndaj AD-ut dhe zyrtarët e korruptuar me tradhtar deri në brezin e 7. Së dyti, bëheni mësuesit, mjek dhe ushtarak 3 profesionet më të paguara dhe më prestigjioze. Së treti, dhe më rëndësishmja, punë dhe vetëm punë, sepse askush përveç teje nuk do të mbrojë, askush nuk do të ushqejë përveç vetes dhe vendi yt të nevojitet vetëm ty dhe askujt tjetër. Kur të bëhet kjo, jo vetëm një fjalë apo një slogan i thjesht, por një mënyrë jetese, do të thotë se keni arritur qëllimin tuaj."